Mirëmëngjes të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do të jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot shënon 23 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. 23 nëntor. Tekste shkruese amerikane. Vdekje. 1991. Vdiq Klaus Kinski, aktor gjerman. 1457. Vdiq Ladislav V. Postmi, mbretër kroator hungaris dhe çek. 1921. Vdiq John Broad Doplon, veterinar dhe hulumtues skocez. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Franco Nero, i cili është një aktor dhe regjisor italian. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Franco Nero, për shkak të aftësive të tij fizike dhe vullnetare të guximshme, që nga deputimi i tij, Nero mishëroi një bukuri mashkullore shumë amerikane, në fakt duke u dalluar për interpretimin e tij të Abelit në Biblën 1965 nga John Huston, e cila u pasua nga fama përfundimtare arritur me A Quiet Country Place 1968, filmuar së bashku me Vanessa Redgrave. Më vonë ai luajti në shumë filma që i përkisnin zhanrit thriller politikan italian. Pasi u shfaq në 2012, Ardhja e së keqes 2001 dhe në Django Unchained Quentin Tarantino 2012, një haraç për filmin
Corbucci, në të cilin ai ishte protagonist. Ai luajti në disa filma eksperimental të Luis Nero dhe bëri debutimin e tij regjisoral me Forever Blues 2005, e ndjekur nga njeriu që dizenjoi Zotit 2022. Ai ndërthur aktivitetin e tij kinematografik me produksionin e shquar televiziv, i cili e sheh atë si protagonist në dhjetra mbi seriale dhe trillime. Në vitin 2011 ai mori një yll në Walk of Fame italian në Toronto, Kanada, dhe në 2022 çmimin e arritjes së jetës në Festivalin e Arteve Costa Rosa. Nero u takua me aktoren Vanessa Redgrave në vitin 1967 në xhirimet e filmit Camelot, ku ai luajti rolin e Lancelot dhe ajo luajti Guinevere, duke krijuar një marrëdhënie të famshme romantike. Të dy kanë një djalë, Carlo Gabriel Nero, i lindur në Londër me 16 shtator 1969, por lidhja nuk zgjati shumë pavarësisht faktit se ata luajtën si çift në disa filma, dhe të dy u ndan menjëherë pas lindjes së tij. Në vitin 1983, ai pati një djalë të dytë, Frank Sparanero, i lindur në Rom, i cili bëri debutimin e tij me aktrim me Pupi Avantin në vitin 1996 me filmin Festival. Në 1987, Franco Nero pati një fëmijë të tretë, Francesco Sparanero, i ngjizur me afro-kolumbianen Maurizia Mena, të cilën e takoi në Cartagena gjatë xhirimeve të një filmi. Në vitet 2000, Vanessa Redgrave dhe Franco Nero u takuan përsëri pas shumë vitesh dhe pas disa marrëdhëniesh me partnerë të tjerë. Ata u martuan më 31 dhjetor 2006, fillimisht duke e mbajtur martesën e tyre të fshehtë. Redgrave e bëri publike vetëm në vitin 2009 gjatë një interviste në radiostacionin anglez BBC Radio. Dhe tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për busullën. A e dini se sa e vjetër është busulla? Kompasi ose busulla është një pajisje e cila shërben për orientimin në hapësirë, e ndërtuar nga magneti dhe gjilpëra, e cila përdoret si tregues për orientimin në hapësirën e rruzullit toksor. Ekzistojnë disa lloje busullash të prodhuara në vende të ndryshme. Disa nga ato janë të thjeshta, të dedikuara për qëllime shkollore, kurse disa tipe janë duke u përsosur dhe zgjeruar me elemente të reja. Kur marrim parasysh lehtësinë që na krijoi kompasi, s'ka dyshim se është një mjet i pazëvendësueshëm për orientimin në hartës dhe në terren. Busulla zakonisht është një kuti 7 për 7 cm, kapaku i cilit kur hapet qëndron në pozitë 90 shkallë dhe nga ana e brendshme është pasqyrë. Në qendër të fushës është boshti, mbi të cilën është mbështetur gjilpëra e lirë magnetike. Përreth saj janë shënuar me gërma anët e horizontit: E për East ose lindje, W për West ose perëndimi, N për North, veriu dhe S për South, jugu. Jo larg pikës na lokalizohet një pikë që tregon mesadarin e këndit të deklinacionit. Materiali i përdorur për punimin e kompasit duhet të ketë cilësi jo magnetike, kurse shenjat kryesore duhet të jenë fluoreshente. Busulla është një shpike kineze që ka një moshë 1800 vjeçare. Në fillim përdoreshin disa gur të magnetizuar për të ndërtuar tavolinat, derisa dikush vriri se gurët gjithmonë shënonin të njëjtin drejtim, duke i hapur kështu rrugë ndërtimit të busullave të para. Busullat e para ishin shigjeta të magnetizuara që plushtkonin në një enë plot me ujë, por që me kalimin e kohës u përmirësuan dhe u reduktuan në madhësinë derisa u shndruan në instrumente xhepmbajtëse. Shigjetat e magnetizuara që përdoren sot u shfaqen në Kinë mes vitit 850 dhe 1050, të më shumë shpejt u përhap përdorimi i saj tek lundërtarët. I pari që përdori një busull ishte Zheng Ke, një lundërtar nga provinca e Yuanit, dhe që realizoi një srudhëtime shoqanike në vitet 1405 deri në vitet 1433. Për shekuj, busulla ka qenë instrument i orientimit më i rëndësishëm për njeriu. Tani po zëvendësohet me aplikacionet GPS që ofrojnë më shumë informacion dhe saktësi. Madje dhe busullat giroskopike të avionëve janë kalibruar përmes lazerit. Kompasi është instrument në radhë të parë që shfrytëzohet për caktimin e anëve të horizontit. Supozohet që është zbuluar dhe përdorur njëkohësisht nga marinarët kinezë dhe europian dikur në shekullin e 7. Busulla është një shpike kineze që ka një moshë 1800 vjeçare. Në fillim përdoreshin disa gur të magnetizuar për të ndërtuar tavolinat, derisa dikush vriri se gurët gjithmonë shënonin të njëjtin drejtim, duke i hapur kështu rrugë ndërtimit të busullave të para. Territori shqiptar për datën 23 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht me reshje shiu dhe vranësira në shumicën e vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat veriore dhe lindore, ndërsa pasditja pritet të sjellë reshje intensive dhe stuhi kryesisht në jug dhe bregdet.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku rreshjet dhe bora priten të jenë më të rralla. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 nëntor pritet të jetë i ulët, rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 nëntor do të jetë në orën 6:30 ndërsa perëndimi në orën 16:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 11 gradë Celsius. Berat 7 deri në 12 gradë Celsius. Korç 1 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 5 deri në 10 gradë Celsius. Sarand 8 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore me mot të paqëndrueshëm rreshje shiu dhe në disa zona pritet dëbor. Paraditja do të jetë me intervale të vranësirave dhe rreshje të her pas hershme, ndërsa pasditja pritet të sjellë përmirësim të lehtë në zonat lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius në zonat përfshirë male. Era do të fryjë e lehtë nga drejtimi verilindore me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 23 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 23 nëntor do të jetë në orën 6:30 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:14 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 2 deri në 5 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj 2 deri në 5 gradë Celsius. Pej 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 8 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 7 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 2 deri në 7 gradë Celsius. Nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do takohemi sërish nesër në të njëjtën orë. Ndërkohë të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, se në websajtin ton drita.tv.